Të them të drejtën, janari në përgjithësi ka marrë pak i ftohtë, edhe sot është ftohtë, edhe pse dita është e bukur me diell, por është ftohtë. Gjithsesi është flaka që i jep atë anën e nxehtë, mund të themi, diellore janarit, sigurisht që në mënyrë figurative këtë nëpërmjet aktiviteteve të shumta që ka. Sigurisht, ka shumë aktivitete të cilat organizohen. Më intereson këtë vit, si e filluat dhe me çfarë aktivitete të tjera do të vazhdoni njëkohësisht, cila është e veçanta e këtij vitit flakës këtij janari? Atëherë, është 35 vjetori i flakës, thash edhe një herë dhe kam potencuar gjatë gjithë kësaj kohe. Flaka është ndërruar në një institucion tashmë, institucion kulturor, mund të themi, shënon 35 vjetorin e saj dhe vazhdon të ruaj fizionominë e saj. Pra, duke u bazuar në 4 shtyllat e saj, të arteve, artit pamor, artit letrar, artit skenik dhe artit muzikor. Por pjesë e saj janë Akademia Solemne e Flakës, janë yjet e flakës, po ashtu edhe një aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm kulturor që është shtuar vitet e fundit, është i treti apo i katërti me radhë, janë këngët e Jusufit. Pra është një mbrëmje artistike e bazuar në krijimtarinë letrare dhe muzikore të figurës së Jusuf Gërvallës. Këto janë pra disa mirë, po ka dhe grupe të shumta, ansamble të ndryshme të cilat pikrisht në këtë janar vizitojnë Gjilanin për të performuar pra